Në një intervistë ekskluzive, bashkëshortja e Emirit, finalistit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka folur për emocionet e saj gjatë gjithë natës finale dhe për mënyrën se si e ka përjetuar gjithë këtë periudhë. Ajo ka theksuar se periudha më e vështirë nuk ka qenë ajo brenda shtëpisë, por komentet dhe reagimet e shumta që kanë ardhur nga publiku jashtë, përfshirë dhe diskutimet rreth raportit të Emirit me Selin. Megjithatë, ajo ka bërë të qartë se nuk është ndikuar nga këtë situata në nivel personal. Vështirësia më e madhe ka qenë komentet dhe urrëtia jashtë Bigut. Me Selin dhe Mije nuk jam mërzitur, do kisha gënjur nëse do të thosha që nuk jam prerur nga komentet. Unë kam pasur absolutisht besim tek Miri. Mesazhi që kam për teleshikuesit është që të mendojmë para se të shkruajnë një gjë, se nesër mund të jeni ju që mund të ofendoheni, secili ka jetën e vet. Para se të hapni gojën, mendoni një herë pastaj shkruani. Ka qenë eksperiencë e jetës dhe nuk do ta harroj kurrë këtë gjë. Edhe unë mendoj se do të jetë mirë në fund fare, u shpreh gruaja e Emirit, duke hedhur poshtë zërat për një ndarje mes çiftit. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.